Kombinati i tekstileve Berat u ndërtua si simboli miqësisë me Kinën. Sot është simboli një epoke që u shua. Kombinati i tekstileve në Berat u projektua nga Republika Popullore e Kinës në vitet 1962-1964, në kulmin e aleancës mes Tiranës dhe Pekinit. Guri i parë u vendos më 1 maj 1963. Sipas të dhënave zyrtare, ndërtimi i përfundoi në vitin 1968. 24 hektar sipërfaqe totale, 85.000 metra katror hapësirë industriale, 1085 ton makineri të montuara brenda korpuseve, një mini qytet industrial, rreth 11.000 punëtor, potenciali më i madh ekonomik i Beratit dhe i gjithë rajonit, shumica gra. Pambiku vinte nga kooperativat bujqësore, kryesisht nga Myzeqeja, por sipas të dhënave ekonomike të periudhës, një pjesë e konsiderueshme importohej nga vendet e bllokut lindor, përfshirë Kinën. Brenda kombinati ishte një zinxhir i plot. Pambuku pastrohej, krehej, kthehej në fije, nga fijet në pëlhurë, nga pëlhura në prodhime të gatshme. Tekstile pambuku për gjithë tregun e brendshëm dhe për eksport. Propaganda e kohës e quante provë të pavarësisë ekonomike, por industria varej nga marrëdhëniet politike. Kur miqësia me Kinën u prish në fund të viteve 70, sistemi u trondit. Kur ra regjimi në vitet 90, gjithçka u ndal. Si mund të shembet një strukturë që punësonte 11.000 njerëz? Si mund të zhduket një mini qytet industrial pa një plan shpëtimi? Kombinati i tekstileve në Berat nuk është thjesht një ndërtesë e braktisur. Është kujtesë e një modeli që ndërtoi gjigant mbi themele politike. Dhe kur politika ndryshoi, gjigantët ranë.